أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po filloj me ligjëratën e 68 të shpjegimit të veprës Maraqi el Falah Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit rahimahullah. Me 67 ligjëratat që I kemi pas deri tani, përfunduam me shpjegimin e Kitabus Salat, librit të namazit, dhe sande biidhnillah do të fillojmë me shpjegimin ose leximin e tekstit që e paraqet Imam Shrumbulali në Nurul Idah dhe në Maraqi el Falah të Kitabus Siyam, libri I agjerimit. Pra, agjerimin si shtylla e tretë e islamit, respektivisht në ibadat, Imam Shrumbulali e paraqet si shtyllë të dytë me njëherë pas namazit. Thot, lemma kane ibadetun bedenijetun ke salat dhe kërehu akibeha. Me që agjerimi është prej ibadeteve trupore, fizike, arsyen që e ka radhit me njëherë pas namazit dhe nuk e ka radhit zeqatin, ashtu si vinë në për disa libra tjera, ose në për tekstit kuranore dhe hadithet e pejgamberit, në shumicën e rasteve, namazi shoqërohet me zeqatin. Thotë Imam Shrumbulali, nuk e ka radhit zeqatin mas namazit, po e ka radhit agjerimin për arsye se agjerimi është ibadet trupor sikurse namazi. Ashtu siç e dim, adhurimet ose ibadetet janë 3 lloje. Ibadetet të pastra që janë trupore apo fizike, siç është namazi dhe agjerimi. Këto janë me trup, me lëvizje. Pastaj janë adhurimet të pastra, të cilët janë adhurime ekonomike, që lidhen me çështjet ekonomike apo materiale, siç është zeqati. Zeqati s'ka lidhje me aspektin trupor, sepse nuk është veprim trupor, po edhe sadakatul fitre dhe sadakat tjera. Kjo është lloji I dytë I agjerimeve, e ibadeteve, dhe lloji I tretë I adhurimeve janë ibadetet që ndërlidhen, që kanë të bëjnë edhe aspekti fizik trupor dhe aspekti ekonomik, siç është haxhi. Pra haxhi edhe duhet lëvizje fizike, pra veprime praktike trupore konkrete, po lidhet me te edhe aspekti ekonomik, pasuria për të pas mundësi për shku në haxh. Prandaj Imam Shrumbulali thot, këtu e ka rujt autori rrjedhën e zhvillimit të njësive tematikës në libër, që me që namazi është adhurim krejtësisht trupor, me njëherë vazhdon me agjerimin I cili po ashtu është adhurim trupor dhe fizik dhe nuk është ekonomik apo I përzier prej 2 llojeve tjera. Prandaj thotë, e ka pru këtu, e ka radhit agjerimin para zeqatit për këtë arsye. Wa yuhtaju li ma'rifatihi, thot për ta elaboru ose për ta shpjegu librin e agjerimit ose komplet agjerimin si shtyllë islamit, si ibadet, thot kemi nevojë t'i dim këtë sende I paraqet. Të njohim fjalën saum ose siyam, aspektin gjuhësor. Çka do thot fjala siyam ose saum në aspektin gjuhësor?
Çka do thot në aspektin sheriatik ose në aspektin terminologjik të sheriatit islam, duhet të dim cili është shkaku i agjërimit, duhet të dim cilët janë kushtet e agjërimit, duhet të dim cila është dispozita e agjërimit, duhet të dim cila është shtylla kryesore, rukni i agjërimit, hikmet mashruia, cila është urtësia e lehtësimit ose të agjërimit, dhe sifetuhu, dispozita e saj, veprat të cilën e bëjmë ne. Pra, thot para se të lëshohemi në shpjegimin e agjërimit, për të rrumbullaksu, për të kuptuar agjërimin si një vepër të tërësishme, për t'i njohur detajet mbrenda, duhet me i ditë krejt këto, aspektin gjuhësor, aspektin shkakun, kushtet, ruknet, dispozitat, urtësit, në mënyrë që të përfitojmë dispozitat sa më lehtë prej agjërimit. Andaj fillon me shpjegimin respektivisht me aspektin gjuhësor, fa ma'nahu lugatan al-imsaku anil fi'li wal qawli. Nocioni e saum në aspektin gjuhësor do të thot abstenim ose përmbajtje nga veprimi, mos veprim, anil fi'li wal qawli, të mos flet dhe të mos veproj, abstenim prej veprimit dhe prej të folurit. Kjo është aspekti gjuhësor, nuk është aspekti shariatik. Andaj kemi ajetin inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukellima al-yawma insiya. Pra inni nadhartu lirrahmani sawma. E bën si argument të aspektin gjuhësor se unë kam vendosur heshtje për hir të Allahu xhel shano, abstenim, heshtje abstenim nga të folurit dhe nga veprimi. Dhe pastaj shpjegon edhe këtu i sjell edhe këto burimet gjuhësore të kamusëve të atyre fjalorëve dhe enciklopedive gjuhësore për ta vërtetuar këtë fjalë. Për kufizimi i fjalës saum shar'an në aspektin shariatik, në aspektin e shariatit thot huwa al-imsaku naharan, thot heshtja ose abstenimi mbrenda ditës. Wa naharu diddu al-lejli min al-fajri sadiq ila al-ghurub. Abstenimi ditën, do thot të tërhiqesh prej diçka, se e ka definicionin këtu të fjalë për fjalshëm, nuk e ka pru këtë definicionin, pastaj ta shpjegon, po imsaku naharan an idkhali shay'i amdan aw khata'an batnan aw ma lahu hukmu al-batin. وعن شهوة الفرج بنية من أهله وسبب وجوب رمضان شهود جزء منها منه وكل يوم منه سبب لأدائه. Abstenimi i ditës, pra të larguarit nga sendet që e prishin agjërimin ditën, jo dhe natën. Dhe thot wan nahar, dita është e kundërta e natës. Dita në shariatin islam fillon me lindjen e mëngjesit të vërtet, min fajri sadiq, kur kemi folur për kohët e namazeve në fillim, i kemi shpjeguar, min fajri sadiq ila al-ghurub, deri në perëndimin e diellit. Pra pjesa prej mëngjesit të vërtet deri në perëndimin e diellit, që kjo pjesë quhet nehar, quhet ditë. Pra pjesa tjetër prej perëndimit të diellit deri në lindjen e mëngjesit të vërtet quhet natë. Dhe këtu bëhet dallimi mes ditës edhe natës sipas islamit, pra në akşam, e jo në mesditë apo në mesnatë. Nuk është sipas këtij kalendari që ne
kemi sot në praktikë. Pra, çka? Hua imsaku naharan an idkhali shay'in سواء كان يؤكل عادة أو غيره. Të përmbahesh nga ushqimi ditën prej ushqimeve që janë të ngrënshme, zakonisht janë të ngrënshme, ose merren në mënyrë të rëndomt, shumë natyrore, haja, pija, sendet, ose që merren përmes ndonjë forme tjera, për shembull përmes infuzioneve. Dhe këto janë ushqime, po nuk janë ushqime të rëndomta, s'janë adete, nuk janë ushqime të zakonshme. Pra tërheqja ose përmbajtja, largimi, abstenimi prej ushqimeve, qofshin ato ushqime që janë adete, këto janë të zakonshme që njeri ushqehet me to, ose format të tjera. Wa qaidu al-idkhal, kështu ki e shpjegon fjalën an idkhali shay'in. Wa qaidu al-idkhal yukhriju ad-duhula kal-gibar. Thot fjala al-idkhal, hyrje, e nxjerr nga, e përjashton nga përdorimi nocionin duhul. Për shembull, kel-gibar, sikur se tymi, ose pluni. Pluni, sepse në gjuhën arabe ka dallim mes edkhala wa dakhala. Edkhala është kur ti, për shembull, e bën një veprimin ti, e fut timin ti mbrenda në trup. Veprimi është i joti. Ad-dakhala është ka hy vetej, jo që ti. Kur thot idkhal, thot i largon veprimet e njeriut që ato e shtin diçka me qëllim në vetin trup. Kurse sa i përket plunit, ti je tu hedh, ka timoxhaqeve, ka pluhun, ka sende, ato nuk e ban idkhal ti, nuk e fut ti, ato hin vet pa dashjen tënde. Që nuk kupton se nëse këtë veprim ti e ban me nocionin, me fjalën idkhal, atëherë ti e prish agjërimin, për shembull dohani, timi i dohanit. Nëse vetvetiu hyn trupin në fyt, kjo nuk e prish agjërimin. Por nëse e ban idkhal, sepse ti e fut vet atë, ajo e prish agjërimin. Pluni i natyrë që e hasim ku e dione, thot me nocioni el idkhal e përjashton nocionin e dukhul, pra se disa e kemi të qartë na se çka është dallimi mes idkhal dhe dukhul. Wa kaunuhu amdan aw khata'an yukhriju an-nisyan. Kurse kur përmend autori në definicion ngrënia e ushqimeve amden me qëllim ose me gabim, pra përmbajtja ose abstenimi nga ushqimet brenda ditës së Ramazanit, nga ushqimet, që duke jep me kuptu se nëse bëhet amden, nëse bëhet me qëllim, au khata'an, atëherë e prish agjërimin. Nëse ti nuk abstenon, pra e përdor ushqimin me qëllim, ose me gabim, e prish agjërimin. Mirë po, kër e përmen kin definicion, yukhriju an-nisyan, e përjashton harresën, sepse harresa nuk e prish agjërimin. Wal mukhtiu, pra çka jep me kuptu këtu autori me këtë? Sepse ka dallim në Ramazan, ditën e Ramazanit, ka dallim mes harresës, e nisjan, edhe el khata, edhe gabimit. Harresa nuk e prish agjërimin. Nuk e prish agjërimin. Gabimi e prish agjërimin. Nëse kthehemi mbrapa pak. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, rufi'a an ummati el khata
wan nisyan. Është pezullu nga umeti im gabimi dhe harresa. Tani, pse këtu te agjërimi? Gabimi e prish agjërimin, kurse harresa nuk e prish. Thot pejgamberi se që të dyjat është pezullu umeti jem prej kësaj. Thot, sepse harresa përjashtohet prej këtij rregulli, do të prej prishjes së agjërimit binasin me tekst. Teksti ku i ka thonë pejgamberi atij arabit kur i ka treguar, ka thonë tim me siamek. Vazhdoje agjërimin thanë, sepse Allahu xhalleshanu me mëshirën e tij ka ushqi e të ka dhënë me hangër edhe me pi. Po një gjatë të tillë nuk e kemi te harresa, te gabimi. Pra ekziston dallim. Pastaj te hadithi kur jemi, rufia an ummeti el khata wan nisyan. Ky hadith, nëse e kuptojmë në mënyrë literale, në mënyrë bukfaliste, literalisht, nuk ka kuptim hadithi. Sepse hadithi thot në mënyrë literale, është ngrit gabimi dhe harresa. Në realitet njerëzit edhe gabojnë, edhe harrojnë, me mastukre i lehim, edhe imponimi. Në realitet njerëzit edhe gabojnë, edhe harrojnë, edhe mund që të nështrohet imponimit, të imponon dikush. Hadithi po thotë rofi ashk. Prandaj vjen këtu për këtë arsye vjen shkenca, usulistat që e kryjnë punën e tyre, thuan kështu: për të qenë ky hadith i vlefshëm në praktik, për të marrë kuptimin e saktë, kuptimin e vërtet, la budda min idafati shay. Pa tjetër duhet me shtu diçka në hadith. Se s'ka kuptim kështu. Hadithi po thot, e kam ngrit harresën e njeriu harron. E kam ngrit gabimin e njeriu gabon. Atëherë bitifak çka futin këtu usulistët? E futin kelimet el ithm. Fjalën mëkat. Pra merr kuptim hadithi. Është pezulluar mëkati i harresës dhe mëkati i gabimit. Te mëkati i harresës është pezullu, pra hadithi thotë rufia an ummeti el khata wan nisyan. Në kuptimin usulist është el muqtada, i thon kësaj në shkencën usul i fikut, kur diçka duhet të shtohet që të jepet kuptim tekstit. Dhe ka plot kësi tekst edhe në Kur'an edhe në Sunnet. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Si, është kafiraj, ka dalë, s'ka iman? Jo. La yu'minu imanan kamilan. Pra nuk ka iman të kompletuar. Këtu, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. E plot ka hadithe të tilla, që janë el muqtada në shkencën e usulit quhen. Pejgamberi alayhis salam thot Allahu xhalla shanuhu e ka pezulluar mëkatin e gabuesit dhe mëkatin e harruesit. Nuk e ka pezullu dispozitën. Se ka pezullu dispozitën këto. Hukmi është prishja e agjërimit. Dispozita ngel po e tillë. Harresa është pezullu me tekst. Kurse, harresa është pezullu me tekst, me hadithin që e tha. Kurse gabimi nuk është pezullu me ndonjë tekst, ngel në fuqi. Pra, ai që gabimisht e prish agjërimin, rufia anhu el ithm, mëkat nuk ka. Wa alayhi qada'u yawmin. Mas Ramazanit obligohet me ban kompenzim atë ditë, kurse është i liruar dhe nuk merret në përgjegjësi për gabimin, sepse po të mos lirohet për gabimin duhet me bën edhe kefare, pra kefaret. Pra këtu sinon autori kur thot se yukhriju en nisyan, me këtë fjalë e përjashton prej këtij rregullit, prej prishjes, çështjen e harresës, sepse njeriu
njeriu është qenje që haron. Është interesant këtu, Imam Zuferi, e përkrah mendimin në bazën e kiasit, e ka një mendim shumë të fortë prej Hanefive, thotë se agjërimi dhe namazja janë që të dyja fars të obliguara me argumente katiu thubutve të dilale. Po, thot, harresa në namaz, ajo prish namazin me harru me hangër buk namaz, me pi ujë namaz. Ajo prish, po. Thot, pa atëherë kiasën mbi salat edhe këtu duhet me prish. Edhe kjo është fars, kjo është ibadet. Po djetarët, duke mbështet në hadithin, dhe e dyta istihsanën, se istihsani është formë e kiasit, por është kias më i thellë se sa vetë kias. Istihsani është kias më i thelluar, më i detajuar se sa kiasi. Thot sepse namazi është periudhë kohore që zgjat 5 minuta, ose 10 minuta. Kurse agjërimi zga 7 motor, 8 motor, të namazi mund të mbrohesh prej harresës, ama të agjërimi është problem. Pra, gabim konsiderohet el madmana ila halki, nëse gjatë larjes së gojës, me gabim, jo me harres, ti ke marrë abdes, duke e larë gojën, ti jo që se din se je agjërushëm. Dhe kalon ujin në brendësi. Kjo bëhet me pakujdesi, de facto bëhet me gabim. Këtu e prish agjërimin. Nëse ai duke marrë abdes, normal, dhe ka pyer një shëplak me ujë, duke harru, duke mos e pas vetdijen se është agjërushëm, pra nga harresa, nuk e prish. Pastaj ka edhe shumë argumente tjera, në rastin më konkret e keni Omeri radiallahu anhu, kur i ka thanë shokve ka pas mjegull, ka mendu se ka përëndu dielli dhe i ka urdhëru njerëzit që të prishin agjërimin, pastaj ka kalu një kohë, janë tërheq mjegullat dhe ka dalë se ala dielli s'ka përëndu, dhe i ka urdhëru shokët e tij që këtë ditë ta bëjnë kaza ditë për ditë, sepse kjo është me gabim. Ose në mëngjes ti duke mendu se ala s'ka një koha e imsakut, dhe ti hana po pin, duke mendu se ala është koha e sifirit, po më pas del se ti, kjo është gabim, dhe kjo e prish agjërimin, por nuk obligon kefaret. كالعمد سواء أدخله بطنا من الفم أو الأنف أو من جراحة في الباطن تسمى الجائفة أو أدخله في ما له حكم الباطن وهو الدماغ بدواء الآمة. Thot, nëse pra agjërimi prishet, abstenot, duhet të abstenon, edhe prej përdorimit të ngrënjeve ose të barnave, të cilat futen mrenda në bark, qoftë përmes asaj që është normale, përmes gojës ose përmes hunës, kjo është normale, ose përmes plagëve, që ka plaga në trup dhe futet ilaçi aty dhe ajo depërton, përmes plagës depërton në organizëm, në barkun e tij, e prish, ose përmes vëhuet dimag bideva in amme. Nëse në plag, ka një plag në kokë, el amme këtu në këtë rast, është qarja, janë 10 terma në drejtën penale që përdoren, se cila është më precis se tjetra, dhe unë nuk di, vërtet nuk di në gjuhën shqipe, a ekzistojnë ose ekzistojnë këto. El amme është plaga e kokës, plaga që shkaktohet në kokë, jo në trup, vetëm në kokë, që është aq e thellë, sa që e çan edhe cipën e hollë të trunit. Atë cipën e hollë që mbështjellët truni, nëse edhe atë e ka dëmtu, quhet amme tonë. Nëse nuk e ka dëmtu, ka qëtër shpreje. Nëse është më pak, ka qëtër shpreje, janë që kryesisht në drejtën penale të
të vrasjet ose të shkaktimi i plagëve që analizohen më shumë. Pra, nëse ka një plag njeriu në kokë, është e thellë deri te truni i njeriut dhe aty hedhen barna, pra ilaçe, dhe depërton në tru dhe përmes trunit në fyt dhe në bark, atëherë që prishet agjerimi i tij. Kjo e ka hukmi është i njëjtë sikur ajo që ka përdoret përmes gojës dhe hundës, që janë gjërat të cilët u shtjehet njeriu. Wal imsaku naharen, po ashtu thot, agjerimi është përmbajtja ose abstenimi brenda ditës an shahwatil farji, prej organeve gjenitare. Shamil al-jima wal inzal bi'abathin biniyetin litemtaz al-ibada an al-ada. An shahwatil farj, prej epshit, këtu thot përfshihen edhe marrëdhëniet intime, po përfshihen edhe ejakulimi i spermës përmes lojnave, përmes dëfrimeve tjera, do thot, edhe nëse është përfundon me marrëdhënie seksuale të plot, edhe nëse nuk përfundon me marrëdhënie, por thjesht janë vetëm me dëfrime, por me kusht që të ejakuloj spermën, që del sperma nga trupi i njeriut, agjerimi prishet. Pastaj tjetër është puna se sa ka shpërblim kefaret kjo sa, ajo është çështje tjetër. Kjo është të fol vetëm për prishjen e agjerimit. Biniyetin, nëse ki thot, këtë punë e ka bën me nijet të agjerimit, biniyetihi. Nëse këtë, sepse shpjegimi i kësaj thot, nëse ka njeri për shembull, sidomos edhe ka plot edhe thene, gjithë ditën s'han edhe s'pin kur gja. S'han edhe s'pin kur gja. Pa i agjeru shumë japë, s'ka nijet të agjerimit ke. Thot, për të konsideru prishja agjerimit duhet me pasën nijet të agjerimit, që të bëhet dallimi mes ibadetit edhe adetit. Dikush që ka bo adet, sa gjithë ditën kur gja, qohet sabale, sa në gja, të erin jasi. Ose të erin mazdarke. Po ki nuk do thot se është agjerushëm, sepse kjo është tradit, është adet. A ibadeti me çka dallohet prej adetit? Me nijet. Min ahlihi ihtirazan anil haidi wal nufasa wal kafir wal majnun. An ahlihi, min ahlihi është që janë min ahlihi, janë min ahli teklif. Ato që kanë obligim, bëhet fjalë ata të cilët e kanë farz agjerimin, për t'i largu, për t'i përjashtu prej definicionit, femrën e cila është në hajs, në menstruacionin nifas, jo besimtarin dhe të sëmurin psikik, sepse këto në parim nuk e kanë farz agjerimin. Wa sababuhu, pra shkaku, këtu shkaku i agjerimit, që të bëhet farz agjerimi, sebeb, a ne kur kemi folë të namazit sebebu salat, çka është koha, hyrja e kohës. As-sifa al-dhahira është cilësia e dukshme që obligon diçka. Hyrja e kohës është sebepi për kryerjen e namazit, për obligueshmërinë e namazit. Sebebu vujubi Ramadan, yani iftiradu saumihi, sebepi që të ban farz agjerimin e Ramazanit, është shuhud juz'in salihin lis-saum. Ej min Ramadan. خرج الليل وما بعد الزوال على ما قاله فخر الإسلام ومن وافقه خلافا للشمس الأئمة أن السبب مطلق الوقت في الشهر.
Imam Shërbulali po thotë sebepi i agjërimit është shuhud përjetimi i një pjesë të agjërimit që është i kohës së agjërimit që është i vlefshëm për agjërim, pra ditën, jo natën. Gjuzun salihun, që është pjesë e vlefshme për çka? Për ibadet, lisaum. Min Ramadan, nëse përjeton një pjesë të asaj, ti e ke obligim agjërimin. Nëse nuk e përjeton as një pjesë të asaj kohe, të asaj dite, që është i vlefshëm agjërimi në te, atëre ky nuk e ka obligim agjërimin, për dallim po thot nga Shamsul A'immati Al-Halawani, është ky, Shamsul A'imma, po thot se sebepi është mutlaqul waqt fi shahr, është koha absolute e muajit Ramazanit. Pra përfshihet edhe dita edhe nata. Ç'është dallimi mes këtyre? Nëse natën e parë të Ramazanit është smu psikikisht, themin para sefirit, dhe i ka kaluar krejt muaji kështu, në koma, pa vetë dije, ky nuk e ka obligim agjërimin. As kaza nuk e bën. Pse? Sepse ky thot është kusht që ta ketë përjetuar spaku një pjesë të kohës që agjërimi është i vlefshëm në te, pra një pjesë të ditës. Për dallim prej Shamsul A'imma, po thot ja, mutlaqul waqt. Ajo fi shahr, është tër koha, edhe përfshihet edhe dita, edhe nata. Sipas këtij, atëherë ky e ka farz obligimin, wallahu alem, se cila është më saktë. Wa kullu yawmin minhu ay min Ramadan sababun li adaihi. Po çdo ditë e agjërimit është sebeb për kryerjen e agjërimit. Ay li wujubi adai dhalika al-yawm, për ta agjëruar çat ditë. Li tafarruq al-ayyam, për shkak se ditët janë të ndara dhe janë ditët me çka ndahen mes veti, me natën, nuk janë të ngjitura, por me ndahen me natën. Prandaj po thot, faman balagha au aslama yalzamuhu ma baqiya minhu la ma madha. Nëse dikush kush ka hin bilik ose e ka pranuar Islamin, obligohet me agjerim të asaj që që i vjen pra, që vjen, për shembull, ta zon 15 ditë, ka hin bilik. Obligohet me agjerimin e atyre ditëve që vijnë. La bima me dha, jo me ato çka kanë kalu, s'ka punë me ato sepse ose e ka pranuar Islamin 15 ditë Ramazanit. Ky nuk obligohet me ato të parët, po obligohet vetëm me këtë. Wala munafata bil jam'i bayna as-sababaini. Dhe këtu nuk ka kundërshtime nëse bashkohen që të dy sebebet, sebepi i ditës dhe sebepi i muajit. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Thot pse kështu, naqalet as-sababiyya min al-majmu' li juz' al-awwal ri'ayatan lil mi'yariyya. Për shembull, mi'yariyya, çka është mi'yariyya? Në usul e fiqh mësohen kur flitet për kohët e namazëve për shembull, ose për kohën e ibadetit. Ka një lloj i kohës është që veprimi, respektivisht ibadeti, është më i ngushtë se sa koha. Është më i ngushtë se sa koha. Namazi i drekës
është më i ngushtë në veprim se sa koha e drekës. Ti e fal drekën, pastaj mund të falish nafile, mund të falish kaza, mund të falish çfarë dush namazit tjetër, apo? Sepse veprimi si namaz është më i ngushtë se sa koha. Dhe këto mund të kryesh veprime tjera nga lloji i veprimit, nga lloji i namazit. Lloji i dytë i kohënave është kur veprimi i kohës. Veprimi dhe koha janë po aq. Sa zgjat koha, aq zgjat edhe veprimi. Agjërimi. Agjërimi është ibadet që zgjat sa vet koha. Fillon me imsakin, përfundon me iftarin. Përfundon me iftarin. Koha është kaq, ibadeti është kaq. Në këtë lloj në të ibadetit. Thonë usulistat. Çfarë doni jeti që të bëjsh ti? Për agjërim, e bona në jetë kaza, e bona në jetë nafile, ditën e Ramazanit. Jo. Ajo konsiderohet ditë Ramazani, sepse kjo kohë është e përcaktuar për këtë dhe kjo nuk nxjerrët prej boshtit të vet. Dhe usulistat thonë ka edhe një kohë tjetër, që veprimi është mes të parës dhe të dytës. Ajo është haxhi. Haxhi ka mundësi ti me i bë 2 haxha brenda haxhit. Por veprimi është i përcaktuar për një haxh dhe nuk lejohet që të bëhen më shumë se sa një haxh. Ajo është çështje tjetër, nuk vjen. Që kjo koha kur veprimi zgjat sa koha, quhet mi'ajarije në usul fiqh, në fiqh. Pra, ajo si ta them, s'po gjej ndonjë shprehje më adekuate, pra atë sa zgjat koha, as zgjat edhe veprimi. Wa huwa ay sawm Ramadan fardu aynin adaan wa qadaan ala man ijtama fihi 4 ashya. Agjërimi i Ramazanit, qoftë eda, qoftë kaza, është farz individual, farz i ayn, është farz personal. Kjo jep me kuptu se askush nuk mund të agjëroj për askend. Tham fillim, veprim trupor, namazi dhe agjërimi janë veprim e ibadetit trupore. Askush nuk mund të falet për askend, askush nuk mund të agjëroj për askend, sepse janë ibadetit trupore. Haxhi, zeqati, është ibadet ekonomik, haxhi është edhe trupor edhe ekonomik, ato shka janë ekonomike dhe të përzira mund që dikush tjetër të bëj haxhin për tjetrin sepse ndërlidhet me ekonomin, mund që dikush të jep zeqatin për tjetrin, por nuk mund të agjëroj, nuk mund të fal. Pra, janë farz i ayn, qoftë eda, qoftë edhe nëse e ka fal në kohën e vet, apo i ka met kaza për ma vonë, për çdo njeri me një ijtema fihi 4 ashya. Për atë shka i plotësohen 4 sende. Këto thot, wahi shurut iftiradije. Këto quhen kushtet e obligueshmërisë së haxhit, wa tusema shurutul wujub. Dhe quhen kushtet pra e vajxhibit. Shurutul wujub, kushtet e obligueshmërisë. Ehaduha, njëna prej këtyre 4 kushteve, el islam, sepse për të qenë agjërimi farz duhet të jetë musliman, sepse sipas medhebit Hanafi, sepse ka medhebe tjera të Shafit të obligohen edhe jo muslimanët, po është problem tjetër. Të ne pra të Sadet el Ahnaf, për të qenë obligim qoftë namazi, qoftë zeqati, qoftë haxhi, për të bërë farz diçka, kushti i parë është duhet me qenë musliman, sepse pas islamit nuk ka përgjegjësi tjetër. Nëse s'është muslimane nuk merret përgjegjësi as për namazin, as për zeqatin, as për këto. Le bi furuhi shar'iyye. Wa thaniha al-aqlu, idh la khitaba bidunahu. Mendja, shëndoshmëria mendore ose psiqike. Duhet me qenë njeriu i mençur.
ai i cili është i sëmur psikikisht, ka tëmeta mendore, ai nuk obligohet me agjërim, ashtu siç nuk obligohet edhe me obligime tjera, sepse fundamenti, baza e obligueshmërisë fillon pikërisht te ekzistimi i mendjes. Nëse ajo është nakise ose mungon, pra ka sëmundje, ai nuk ngarkohet, nuk ka kurrë farë obligimi që të kryen sepse i mungon baza. Thalitha, el-bulug idh la teklife illa bihi. Bulugu, puberteti, sepse nuk mund të ketë detyrim, obligim, pa hyrë në pubertet, në moshën e pjekurisë. Ai mund të bën nafile, mund fëmia të agjëroj para pubertetit, siç është shprehiten edhe është shprehje mirë dhe mirë që bëhet, mësohen fëmijët prej vëzhlijës, fillojnë me gjysdite, fillojnë me 1 ditë, fillojnë me 3 ditë, po me rëndësi kjo e mirë është në popullatën tonë përgjithësi, që fëmijët e vegjël fillojnë shumë herët, diku ndoshta edhe 6 vjet edhe 7 vjet ka plot fëmijë, fillojnë jo gjysdite, jo 1 ditë, jo 2 ditë, jo. Kështu që kur vjen mosha e pubertetit, ato janë të gatshëm. Po këtë kjo bëhet në bazën vullnetare, jo mbi bazën se ajo e ka fars agjërimin. El ilmu bil wujub, dhe kushti i 4 është që të ketë dije, informacion, njohuri se agjërimi është fars. Wa huwa shartun, thot, limen esleme bidaril harb. Unë mendoj se ky kusht është edhe te agjërimi, edhe te haxhi, edhe te zekati, edhe te namazi. E përmendin fukahat. Po mendoj se sot nuk çon ndonjë peshë, sepse këtu flitet për në kohën kur ka pas shumë vende në përbot që njerëzit s'kan ditë gjë për Islamin. Sot i ke mediumet ashtë mëdhasa që mund thuash lirisht se nuk ka vend në botë që s'ka depërtu Islamin. Megjithatë, ta marrmi se, si thot ki, limen esleme bidaril harb, njëri ka lexuar diçka nga vetë kapaciteti i tij intelektual, ka arrit me pranu Islamin. E ka pranu, a bo musliman. Pa i se di se Ramazani është fars. Kush e ka mësu ati? Ki pra, nuk e ka fars derisa t'ja mëson dikush se ti me që e ke pranu Islamin, je bo musliman, e ke fars agjërimin. Prej momentit kur ti kallëzohet, ti i bëhet fars agjërimi. E thot që ki ilm, jahsul lehu el ilm bi ikhbari rajulejni adlejni, nëse informojnë 2 burrat të drejtë, ose 1 burr dhe 2 gra, au wahidun aulun, ose spaku 1 burr që është i drejtë, nëse i ka informuan që ta mbron prej gënjeshtrave. Kurse wa indahuma, kjo ishte sipas mendimit të Imam Ebu Hanifes, Imam Ebu Jusufi dhe Imam Muhamedi thonë la tashtaritul adala, nuk është kusht pra që të kusht të adalet të shuru të këto që e kanë dëshmu ati personin 2 burra se rëgjuleni adlejni. Nuk është kusht as adale, nuk është kusht as bulugi, nuk është kusht as hurrija. Sepse ku është problemi këto? El adale, ademul adale, dhe ademul bulug, ademul hurrije, janë pengesat të dëshmijes. Nëse dikush është i drejt, i ndalohet dëshmia, është fasik, s'ka të drejt dëshmije. Nëse nuk ka një bilik, s'ka të drejt dëshmije. Nëse është rob, s'ka të drejt dëshmije. Imam Ebu Hanifa pikrisht i ka marrë për këtë arsye, ka thonë, këtyne që si pranohet dëshmia, të nuk mund t'jenë dëshmi ti tregojnë dikuj se ti e ke pranu Islamin dhe ti duhet fillosh me agjërimin, sepse kjo është parim, thot, dhe ky parim është për gjitha çështjet. Abu Jusufi dhe Muhamedi thonë, jo, në këtë rast, nuk ka nevojë, nuk kushtohet adale me qenë të drejtë, po edhe nëse një fëmijë i kallëzon atij se Ramazani është fars, atij i bëhet fars, edhe nëse është rob, sklav, edhe ai i kallëzon, pra nuk kushtohen këto 3 kushte.
وقوله أن الكون شرط لمن نشأ بدار الإسلام فإنه لا عذر له بالجهل. Kjo çka e tham, el ilm, për dionia se agjerimi është farz, bëhet fjalë për ata që jetojnë në një shtet larg islamit, jashtë shtetit islam. Për ata të cilët jetojnë në shtetin islam, ky kusht është i pavlefshëm. Pse? La udhra lahu bil jahl. Valla unë se kam ditë që namazi është farz, s'është arsye tim këtu. Të thonë në jurisprudencë, el kanunu la yahmi el mughaffelin. Po mu s'm ka interesu, po unë se kam ditë, ja. Kur të ndalë policin komunikës vete, e ke ditë a se ke ditë. Të ligji është kështu, edhe t'ja dasht me e ditë, edhe në islam. Pra ata shka jetojnë në vendin islam, për ato nuk vlen ki kusht, sepse ato vetvetiu e din. Wa yashtaratu li wujubi adaihi alladhi huwa ibaratun an tafrighi dhimmati fi waqtihi. Tani autori vazhdon me shpjegimin e kushteve, sepse kushtet zakonisht ndahen se Hanefit janë 4 lloje. Deri tani foli për kushtet shurutul vujub, kushtet e obligueshmërisë. Tani ki flet për shurutul eda, kushtet e zbatimit të veprës, pastaj vijnë kushtet e vlefshmërisë, dhe tani i bitis me kushtet e obligueshmërisë, pra që ishin 4, veç t'i përsëritim edhe njëherë që mos t'i harrojmë. E para ishte që t'jetë el islam, e dyta që t'jetë akil ose el aklu, t'jetë balik edhe el ilm bil wujub, që t'ketë njohuri, këtu e shpjegum për ata të cilët jetojnë jashtë shtetit islam. Dhe kështu që nëse një njeri nuk agjeron, po i bie ose nuk falet, se edhe të namaz janë të njëjtët kushte, po i bie se një njeri që nuk falet ose nuk agjeron, ose nuk është musliman, ose nuk është psikikisht i shëndosh, pra është psikikisht i sëmur, ose nuk ka hin bilik, s'ka lidhje sa vjet i ka, edhe pse i ka bo 40, bën vakjala s'ka hin bilik. E kundërta e kësaj është kështu. Kurse për shurutul eda, inshallah, do të folim në ligjëratën e ardhshme, dhe deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.